Përshëndetje të nderuar televizionistë të RTV Islam, do të jemi bashkë në emisionin Drejt Rrugës së Vërtetë. Sot do të flasim rreth natës së Kadrit, pasi është nata më e rëndësishme. Do trajtojmë tema se cilat janë shpërblimet gjatë natës së Kadrit, lutjet që ne duhet të bëjmë dhe shumë histori të tjera. Nata e Kadrit është nata më e rëndësishme për gjithë besimtarët. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kërkojeni natën e Kadrit në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Nata e Kadrit është më e mira se 1000 muaj, pra afërsisht 83 vite." Është nevojshme të trajtojmë historikun e natës së Kadrit për faktin se jo të gjithë janë të informuar. Vjedesat e natës së Kadrit datojnë me takimin madhështor të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me Gjibrilin në shpellën Hira në Mekë. Profeti Muhammed ishte vendosur atje duke adhuruar Zotin e gjithësisë. Në një nga ato netët i shfaqet Gjibrili në formën e tij origjinale. Thot profeti Muhammed: "E pash Gjibrilin që kishte mbushur horizontin dhe në çdo cep që shikoja, shihja atë. Më pas më kapi dhe më shtrëngoi aq fort sa që kujtova se po më del shpirti. Pastaj më lëshoi dhe tha: lexo." "Nuk di të lexoj", i thash. Ai më kapi përsëri dhe më tha: "Lexo." Unë përsëri i thash: "Nuk di të lexoj." Më shtrëngoi për herën e tretë dhe më tha: "Lexo." Dhe unë i thash: "Çfarë të lexoj?" Ai më tha: "Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun për gjakku të ngjizur. Lexo, se Zoti yt është më bujari, ai që i mësoi njeriu të shkruaj me penë, ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte." Kështu filloi shpallja e Kuranit famlart. Jo pa qëllim, Gjibrili erdhi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në formën e tij origjinale, kjo me qëllim që ta kuptonte se rruga që do të ndiqte do të ishte e vështirë dhe që të ndërgjegjësohet që çështja me të cilën po obligohet kërkon seriozitet dhe lodhje. Nata e Kadrit ka një vlerë me rëndësi të madhe, pasi në këtë natë filloi shpallja e Kuranit famlart. Udhëzimi i gjithë njerëzimit filloi në këtë natë dhe të gjitha mrekullitë e Kuranit sikur konkretizohen në këtë natë. Kurani është shërim, udhëzim dhe mëshirë. Kjo natë është e tillë. Kurani famlart është dritë. Kështu është dhe kjo natë. Është nata më e rëndësishme e jetës sonë, të cilën nuk duhet ta kalojmë dhe ta konsiderojmë si netët e tjera, pasi kjo natë varet nga e kaluara dhe ardhmja jonë, kjo për faktin se mund të shpëtojmë nga zjarri i xhehenemit. Por të gjithë jemi kurioz të dimë se cilat janë shpërblimet e kësaj nate kaq madhështore. Aisha, Zoti qoftë e kënaqur me të, ka thënë: në 10 ditët e fundit të Ramazanit, profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, hynte në intikaf dhe thoshte: "Kërkojeni natën e Kadrit në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Nata e Kadrit është më mira se 1000 muaj. Nëse dikush do të rinte 1000 muaj, afërsisht 83 vjet, duke adhuruar Allahun, nuk do arrinte sevapin e kësaj nate." Sadakaja është gjithashtu një element tjetër i rëndësishëm për jetën njerëzore. Mendoni, si kur të jepni sadaka natën e Kadrit një vlerë të vogël, ato do të quhen që e keni bërë këtë veprim
për 83 vite rradhazi. Ka njerëz që gjatë gjithë jetës së tyre kanë vepruar vepra të këqija, se sa të mira, por në natën e Kadrit kryen ibadet të sinqert ndaj Zotit. Atëherë, kjo vepër e madhe do t'i shtonte punët e mira, duke e kaluar punëve të këqija. Në një hadith tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai që e adhuron Zotin këtë natë, duke shplerësuar në shpërblimin e tij, i falen të gjitha gjunahet. Një rëndësi të veçantë në këtë natë kanë dhe lutjet. Në këtë natë, Zoti i gjithësisë i pranon lutjet njeriu të tij. Njeriu duhet ta shfrytëzojë këtë natë, sepse kjo është nata e përshtatshme për të lutur. Por, nëse dallojmë natën e Kadrit, çfarë duhet të themi? Nga transmetimet e sakta të disa haditheve, thuhet që muslimani duhet ta kërkojë natën e Kadrit në 10 ditët e fundit teke të muajit të Ramazanit. Aisha radiallahu anhu pyeti pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam: nëse e dalloj natën e Kadrit, çfarë të them? Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: thuaj, o Zot, ti je falës, e dëshiron faljen, prandaj më fal mua. Zjarri i xhenemit është gjëja që njeriu nuk dëshiron që ta përjetojë asnjëherë. Kjo për faktin sepse pasojat janë të tmerrshme. Zoti i gjithësisë gjatë muajit të Ramazanit nxjerr njerëz nga zjarri dhe i shkruan në banorët e xhenetit. Në natën e Kadrit, kjo do të jetë pa llogari. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: fillimi i Ramazanit është mëshirë. Kjo sepse njerëzit e mbushur me gjunahe kanë nevojë për mëshirë. Mesi i muajit të Ramazanit është falje gjunahesh, kurse fundi i tij është shpëtim nga zjarri i xhenemit. Shumë njerëzve u ndodh që pas muajit të Ramazanit të jenë më të lehtë. Kjo për arsye se Zoti në natën e Kadrit i ka falur gjunahet. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur hynte te ditëshi i fundit i Ramazanit, e gjallëronte natën me lutje, namaz, lexim Kurani, dhikr e të tjerë, dhe zgjonte familjen e tij që ta adhuronin Zotin. Herët e tjera, Aisha radiallahu anhu flinte dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk e zgjonte, por kur vinte 10 ditëshi i fundit, e zgjonte familjen e tij për të falur. Çfarë duhet të kemi kujdes në natën e Kadrit? Vëllezër dhe motra, duhet të jemi të kujdesshëm gjatë veprimeve tona gjatë këtyre ditëve. Është e këshillueshme që gjatë këtyre ditëve njeriu të largohet nga konfliktet e ndryshme me njerëzit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e dinte se kur ishte nata e Kadrit dhe kur doli që t'ua tregonte njerëzve, gjeti 2 musliman që po ziheshin dhe duke u marrë me ta e harroi se kur ishte nata e Kadrit. Nëse dëshiron që të arrish natën e Kadrit, largohu nga 2 gjëra, nga konfliktet me njerëzit dhe gjunahet. Normalisht, të gjithë jemi kurioztar të dimë se cilat janë disa nga shenjat e natës së Kadrit. Ajo është një natë normale, jo e nxehtë e as e ftohtë. Xhabiri ibn Abdullahu tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ajo është një natë e qetë, e shëndritshme, jo e nxehtë e as e ftohtë.
Në agimin e ditës së nesërme, djedhi lindisbet pa vezullimin e zakonshëm. Ubej ibn Kabi tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në agimin vijues, djedhi lind pa rreze, pa vezullimin e zakonshëm. Normalisht disa për ju do thonë që çfarë bën zakonshme këtë natë ndryshe nga netët e tjera. Në këtë natë e bën zakonshme, e bën më të veçuar, më të mirë nga të gjithë netët e tjera, për shkak se ka zbritur Kurani famlart. Allahu thot: ne kemi zbritur atë Kuranin në natën e Kadrit. Në një ajet tjetër thot: ne e kemi zbritur Kuranin në një natë të begat. Diçka tjetër që e bën natën e Kadrit kaq të veçantë është që shumëfishohen shpërblimet e veprave të mira. Zoti thot në Kuranin famlart: nata e Kadrit është më mirë se 1000 muaj. Në këtë natë, Gjibrili a.s. së bashku me melekët e tjerë zbresin me vendime hyjnore dhe për çdo gjë që do të ndodhë në tokë për një vit. Allahu i madhëruar thot: engjëjt me në krye Gjibrilin zbresin në natën e Kadrit në caktimin e çdo gjëje. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë që engjëjt në këtë natë janë më shumë se numri i guralecave në tokë. Kush e ka lënë këtë natë duke adhuruar Zotin, i falen të gjitha gjunahet e kaluara. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e përjeton natën e Kadrit me adhurim ndaj Zotit me besim të sinqert dhe duke shpresuar për shpërblimin, do t'i falen mëkatet që i ka bërë dhe më herët. Tani duhet ta ndërpresim, pasi është momenti i çelës së iftarit, ardhërim të pranuar të gjitha gjuhësve. Asalamu alaikum.